Trashi shkon drejt fundores, vjen arkimi i Trashit, Fernando në rrjet 1-0, zhbllokojnë shifrat, shënon Fernando, ishte pikërisht Lorenz Trashi, i cili në arkimin e tij të parë pas 20 minuta shloja. Ky ishte forcimi i parë, ndoshta aksioni i parë i ndërtuar në mënyrën e dur, shohim dhe daljen e Trashit. Fernando me sa lehtësi brenda. Jetja shkurta e vonon më pas Fernandinho Puja. Shkurta e vonoi e më pas kjo goditje. Luan në sojti të Kastrioti, Gjaferodo. E me presimi ti vjen. Kjo goditje me kokë dhe vjen barazimi. Shënon Vasil Shkurta. Për Shkurtajnë provon edhe njërë tjetër, kjo goditje në rrjet realizon Pjeshka, përmbys flamurtari, goli mban firmën e kapitenit Pjeshka, minuta 5 të shtesës, flamurtari përmbys Kastriotin. Shkurtaj dhe Fernandinho që ka shërbyer edhe top për Pjeshkën, goditja e tij është ndalur në rrjet dhe shifrat sulmuesin, por e tekim edhe njerë aksionin e gjatë Fernando që veproi si spont, por asi shkurta e goditja që nuk u dal mirë nga ndëshkuar i parë me karton verdh Oshafi. E mbrën mirë topin në pretarjen e Fernandos. Për të është ky pasim këtu, dueli mes Fernandos dhe Sulçes, do të kemi goditje nga këndi. Megjithëse duket nga ky plan të paktën mos gabojmë, prekja e fundit ishte e Fernandos. Disi Sulçes sepse është ndëshkuar në karton verdh. Vjen arkimi në zonë, grushtimi për tjerë në pas se vjon aksioni e tjata. Oshafi e uli mirë topin, më pas provon kombinimin me Fernandon që fiton me të vjen grushtimi në zonë e Meme nuk e mbërrin. 1-1. Fuqi në mëtash në 23. Dhe po shohim tu fillimisht në aksion të Hilajt që vënohet shumë Sulçe. Gojë më pas Sulçe. Edhe njerë flamurtari Fernando edhe pak me fati dolje i top e Meme më pas lëvizja shumë e bukur e Majta e Meme. Minuta e 8 i afrohet shumë golit flamurtari. Lëvizja shumë e bukur e tij, spostimi drejt qendrës. Pjeshka